Lope! Aman me qaha që e ka që mirë. Dhe haj dhe ti nëse ta them? Pse jam e? Ora në krose pranverore të cilat i organizonte shkolla. Pas mbarimit me sukses të gjimnazit, regjistroi fakultetin e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës dhe si studente e dalluar kreu me sukses fakultetin. Mësoj në shkollën e ndërtuar në vitin 1939. Vjetërsinë e dëshmon edhe gjendja e këtij objekti në të cilin mësojnë 21 nxënës të fshatit Shushicë. Shkolla fillore ditët e minatorit nuk është gëlqerosur asnjëherë pas luftës, e ka 2 vjet që ka mbet pa rrymë. Që këtu veç pik, shihet, u dosh me grumbullohet gjanë sa në tjetër, se për çdo rast mund më ra. E keqja tërë kësaj situate është se në të njëjtin obor është i përfunduar objekti i ri para 2 viteve dhe nuk mbahet mësim në të. Arsye pse nxënësit nuk mësojnë në shkollën e re është vonesa e bartjes së përgjegjësive nga komuna e Prishtinës në atë të Graçanicës. Me fondet e komunës së re është ndërtuar objekti, por nuk është pajisur me inventar. Fshatar kanë marrë vendim që mos me hy pa e pru inventarin, dhe pa e rregulluar oborin e shkollës. E drejtori i kësaj paralele të shkollës së Kishnicës thotë se i është drejtuar komunës.